Banorët e fshatit Varibop në Cakran protestuan për mos furnizimin me ujë të pishëm. Të indignuar për këtë problematikë që përsëritet për dekada me radhë, banorët e Varibopit thonë se ndërprerja e furnizimit me ujë ka nisur që prej muajit maj dhe gjendja pritet të rëndohet përgjatë gjithë muajve të verës. Banorët thonë se detyrohen të mbushin ujë në burimet që ndodhen rreth 3 kilometër larg qendrës së banuar, ujë i cili nuk ju është nënshtroar analizave laboratorike. Është e njëjta gjë për vit, gjithmonë sapin për ari nuk ka ujë. Mos kesh ujë shumë trup me gjithë vat. Po mendoj të vjen në pompat me makina, do bëj hashëm benzinën, edhe neve që mundemi dakord, po ka sa të tishë nuk munden. Nuk e di si bajnë. Edhe është problem i madh, në behar vujm, 5 muaj pa ujë. Ujë ti keni kanë patos. Uzi Varibop të shëm, nuk është rregulluar dhe ne marrim në patozin. Në patozin ne na lën një orë në ditë. Ajo vjen 10 minuta një bidon se mbush dot. Është mbi 700-800 familje. Edhe nuk ka ujë. Rrugë s'kemi, drita s'ka. Banorët thonë se punimet për ndërtimin e rrjetit të ujësillësit kanë qenë jashtë standardeve, ndërsa shpimet e puseve nuk kanë dhënë rezultat, pasi thatësira kanë ndikuar që deri në 100 metra thellësi të mos ketë ujë. Ja hapa pusin, më thanë që ka ujë që 60 metra, kur shkojnë 110 metra. Nuk kish pik ujë. Se të bëj pusun kur unë e kam ujë të Varibop dhe të terë ujë që shkon patoset për neve s'njelet as pak. Ta vetëm për veten e tyre, të hanë, të pinë, të bëjnë qefin e tyre, për ne fshatarët asnjë. Ne jemi të vdekur. Mirë unë vete, mund vete me frezë, me motor, me makinë, po një plak. Pas protestës së banorëve të Varibopit, News 24 u interesua pranë shoqërisë rajonale të ujësillës kanalizimeve Fier, që bën të ditur se do të marrë masa të menjëhershme për furnizimin me ujë 8 orë në ditë dhe jo 1 orë siç është bërë deri tani.